Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Agora. Me urimin dhe dëshirën që të keni një vit të mbar, po e nisim kështu edhe emisionin e parë për këtë 2026. Emisionin e parë në Agora kam zgjedhur që ta ndaj me një zonjë me të cilën do të lidhemi pas pak, ajo ndodhet në Tiranë. Është pa diskutim një personalitet jashtëzakonshëm i jetës publike në Shqipëri, i arsimit, politikës, por gjithashtu edhe një zonjë që ka ditur të mbrojë kauza shumë të ndjeshme dhe shumë të rëndësishme për shoqërinë shqiptare. Në një tranzicion të zgjatur të shoqërive postkomuniste, shoqëria po përballet me sfida të reja, disa arrin t'i menaxhojë dhe disa duket se janë bërë sfida më të forta se sa fuqia e shoqërisë për të përballur me to. Do të flasim për familjen, do të flasim për brezat e ri dhe si po i edukojmë ne ata. Sigurisht një vëmendje të veçantë do ta kemi edhe tek shëndeti mendor që her pas here duket se i japim shumë pak hapësirë nëpër media apo në atë që quhet diskursi publik. Në lidhje do të kem zonjën Nora Malaj. Zonja Malaj, mirëmbrëma dhe faleminderit që pranove ftesën time për të qenë në këtë Agora. Faleminderit ti dashur Fationa dhe shumë lumturi që e filloi 2026-ën me këtë intervistë në Agora, duke shpresuar që çdo fjalë që themi, çdo gjë që kumtojmë, të jetë në të mirën e të gjithë shqiptarëve, jo vetëm që atyre që jetojnë në Shqipëri, por në çdo treft shqipfolse, pasi unë mendoj që shqiptarët kanë një lidhje shumë të rëndësishme dhe në 2026 unë uroj që çdo gjë e mirë dhe e begat të jetë për shqiptarët kudo që ndodhen, për familjet e tyre, për sukseset e tyre, për ëndrat e tyre, për dëshirat e tyre, dhe bota të jetë sa më e paqë dhe sa më e bukur. Duke të i kaluar këtë protokollin e prezantimit të fillimit, unë do doja që këtë intervistë ta zhvillojmë duke të referuar me ti dhe me atë që të njohim të gjithë, Zysh Nora. Po, dhe është në fakt një titull që më pëlqen më shumë se çdo gjë tjetër, se mendoj që zyshat janë ose profesorët ose mësuesët ose si duash ti, janë ata njerëzit që ngelen në mendje kur janë shumë të mirë, janë rishtazi ata njerëzit që ngelen në mendje kur krijojnë probleme dhe në përgjithësi krijojnë ato që quhet simpatit ose empatit dhe antipatit dhe krijojnë shumë investim ke njerëzit, qoftë me dijen e tyre, po qoftë edhe me figurën e tyre dhe me sjelljen e tyre. Prandaj është shumë e rëndësishme kur të thonë zysha, do të thonë që të kanë thënë shumë, të kanë dhënë konfidencë, të kanë dhënë besim dhe ti duhet të kesh shumë herë përgjegjësi, më shumë se sa kur drejtohet në mënyrë institucionale, duke të vënë një mur etik dhe duke të larguar paksa. Kurse me fjalën zysh ti afrohesh shumë dhe bëhesh pjesë e bisedës. Kështu që edhe unë e pëlqej shumë këtë lloj komunikimi dhe të falenderoj për këtë ngrohtësi dhe dashuri që më jep. Zysh Nora, ti je një zonjë me një kontribut të jashtëzakonshëm në shoqërinë shqiptare, unë e thash edhe në hyrje të këtij emisioni. Një kontribut shumë i vlefshëm, qoftë në arsim, po edhe në politik, ku ke lënë një mbamendje shumë të mirë për ata që ju kanë ndjekur dhe në mënyrë të veçantë jeni një grua e zëshme kur vjen puna për të diskutuar kauza, çështje të rëndësishme, të ndjeshme që ndodhin në shoqërinë shqiptare. Në këtë tranzicion të zgjatur të postkomunizmit në Shqipëri, çfarë shoqërie kemi arritur të ndërtojmë? Nuk mund ta thuash me një fjali këtë pyetje që brenda ka edhe retorik, ka dhe analizë, ka dhe realitete. Ju tha në pyetjen tuaj një fjalë kyçe që quhet tranzicioni i zgjatur. Tranzicioni i zgjatur gjithmonë lë më shumë dhimbje se sa rezultat, që do të thotë ende nuk kemi gjetur rrugtimin e vërtet të shtetit demokratik, për arsye se ende nuk po dim në cilën rrugë të shkojmë dhe cilat do të jenë ato qasjet apo kakjet tona që do të na ndihmojnë për të realizuar në jetën e përditshme dhe në familjen e botës demokratike. Kemi tentuar të ndërtojmë një shtet demokratik, kemi bërë disa ligje që nuk janë të këqija, por që lënë shumë për dëshiruar. Jemi larg atyre që do donim shumë të ishim, për arsye se 35 vite për një
shtetë nuk është gjë shumë e madhe, kurse 35 vite për një individ apo për një popull është një gjë shumë e madhe dhe duhet kuptojmë që jeta e shtetit është e barabartë me jetën e popullit. Natyrisht në 35 vite zhbëm një sistem që ishte sistem i vështirë, siç ishte sistemi i diktaturës për të hequr, duke filluar që nga ajo periudha që u quajt, unë ta quaja periudha e parë që lidhej me katarsis, domethënë me rivlerësimin e vetes. Më pas për të pritur gjithë problematikat e botës së perëndimit, duke shkuar në një vend që ishte shumë i brisht në këto lloj raportesh dhe për të vazhduar tani me përballje të problemeve shumë të thella që lidhen mbi disa element që nisen që nga fjala korrupsion, që është fjalë goxha e rëndë dhe që në fakt askënd nuk e bën krenar, për të vazhduar me ndërtimin e identiteteve dhe jemi në udhkryqin e modeleve se çfarë do formojmë dhe si do formojmë. Gjithsesi, në këto 35 vite kemi jetuar me një intensitet të jashtëzakonshëm, aq sa kalimi i viteve nuk na është dukur sikur janë 35 ditë, po ndërkohë kemi vuajtur shumë sepse brezat, një prezë e brezave që i përkisin para 90-s, si puna ime, pra që kanë lindur në 60-ën, 64-ën e tutje, janë brezi që tani nuk kanë më kanë arritur maturinë dhe pjekurinë maksimale dhe janë në fazën që mbasi kanë akumuluar, kanë punuar, ta quaja brezi sanduiç, që i provoi të dy sistemet, dhe sistemin para 90-s dhe sistemin pas 90-s, që u temperua shumë fort në forcën e ndryshimit, në forcën e ekzistencës, në forcën e rezistencës, që kaloi disa sfida të forta ekonomiko-sociale dhe që ende në rrugtimin e saj ka krijuar disa modele, por tashmë nuk është brezi që lindi me internetin ose brezi Z, që është brezi i ri sot, po i gjeneratës Z që quhet, pra i gjeneratës bashkohore ose inteligjencës artificiale, është brezi që ende i pëlqen të shkruaj me silolaps, që ende do librin ta shkruaj jo në kompjuter, po ta shkruaj në letër, edhe krijimin po ashtu, po nga ana tjetër kupton që duhet të jetë bashkohor që të kapi kohën dhe të kapi ritmin e të rinjve për të dhënë atyre maksimumin e tyre. Dhe unë ta quaj brezi lidhës që mund të jetë shumë i mirë për të qenë këshilltar të problemeve dhe për të dhënë të gjithë eksperiencat e tyre në mënyrë që nuk ka pse ti të provosh të njëjtën gjë që kam provuar unë, por nëpërmjet eksperiencës time ti të gjesh rrugën më të mirë, rrugën më të drejtë, të ndërtosh, jo të provosh. Të ndërtosh mbi bazë të eksperiencës time dhe të guxohesh, të shohësh diçka përtej saj. Prandaj mendoj me një fjali për ta përmbyllur gjithë të tirat të gjatë analize fjalësh dhe faktesh që jemi jo brezi humbur, po brezi katarsisit për të krijuar identitete të reja në kohët moderne, pa humbur identitetin ton, por duke dashur të krijojmë një shtet ku demokracia të jetë kryefjalë dhe të mos jetë fjala e fundit që ngelet në kutinë që u hap, kutinë e Pandorës dhe të duket sikur është shpresa e fundit. Referuar fjalës tënde, në këtë katarsis për të krijuar identitete të reja, në këtë luftë brezash, në këtë përpjekje për të kapur ritmin e kohës, le të themi, shoqëria shqiptare ka arritur të bëjë ndryshime thelbësore apo jemi vetëm në ndryshime dhe avancime formale, por jo deri në gjenezë, jo deri në sensin e thellësisë që do duhet të bëheshin këto lloj ndryshimesh? Mendoj që është një pyetje që ka brenda një filozofi shumë të madhe jete, po dhe filozofi të madhe ekzistenciale, do ta quaja unë. Duke dashur që të mos ta bëj shumë akademike bashkëbisedimin dhe duke dashur që ta bëj më divulguese, pra më pranë njerëzve që do na ndjekin, për arsye se podcastet kanë qëllimin jo vetëm ti të thuash idetë tua, po të jesh një çik më i prekshëm, më i pranueshëm nga njerëzit, në mënyrë që t'ju lësh mundësinë atyre dhe të debatojnë me veten dhe me ty në mungesë, t'ju lësh mundësinë atyre që dhe të shohin veten e tyre në këtë dimension, do ta quaja që gjithë ky proces është një proces
natyror, është një proces dialektik që ka nevojën e zhvillimit dhe është një proces i kohës së brezave, është një proces, si që thonë prindërve kur i këshillojnë për fëmijët e tyre që mos harroni që fëmijët tuaj janë fëmijët tuaj po dhe të botës ku lindin. Pra, është proces botëror dhe ne nuk mund të largohemi dot nga globalizmi dhe nga ai zhvillim që bën bota, por nga ana tjetër është dhe identitet personal. Do të thoya që janë bërë disa ndryshime që quhen ndryshime esenciale. Nuk është e thjesht që ti të ndryshosh rende, kur rendet në fakt edhe në kohën e socializmit nuk i kishim kaluar të tëra. Hera herës më duket sikur ne kemi kaluar nga rendi feudal në rendin e nivelit social, duke ndërtuar një rend të as midis komunizmit dhe as midis socializmit, po një rend modern social, po që ishe gjysëm, pra një lloj formati i tillë, jo 100% i vërtet, duke dashur që të ndërtoni modelin më të mirë social, po që në fakt kanë lojë në element diktature, sepse qeveritë para 90-s u deleguan, jetuan, qëndruan dhe ishin po të njëjtët, pra një udhëheqës që jeton gjatë dhe sikur të jetë demokrati më i madh, kthehet në diktator aq më tepër vet sistemi kishte element diktaturës, duke filluar nga lufta e klasave, duke dashur të ndërtoj ekonomi, duke patur disa elemente pozitive, siç ishte arsimi apo punësimi apo element të tjerë, ndërtimi i vendit, elektrifikimi i vendit, pra disa gjëra, se mbas luftës u bën disa gjëra që ishte shtresa ideale që ja realizoi këtë gjë. Më pas, me kalimin e ekstremeve, gjithmonë ekstremet janë të dëmshme. Dhe në ekstremitetet e dëmshme, duke u mbyllur ke vetja, ke ajo që quhet kulla e fildisht, ti harrove të krahasohesh dhe ti nuk kishe më sistem krahasimi, po kishe sistem mbijetese. Sistemi mbijetesës të humbet vlerat humane. Në momentin që pas 90-s njëri u hapën dhe papritur ne u përballëm me gjithë problemet e botës perëndimit, jo të mirat. Se në fillim gjithmonë vijnë problemet, pastaj të mirat, neve donim që të vlerësonim më shumë pastaj se ishim lodhur me përmbajtjen, donim formën dhe pa pritur bëm një switch që quhet në një farë mënyrë një lloj vetvrasje, se tham dikur në kohën time, mamat tona thonin, nuk ka rëndësi forma, se duhet të jesh korrekte, e rregullt, e mirë, por më shumë ka përmbajtja, pra duhet të jesh e ditur e mençur. Ndërkohë, në momentin që u kthyem që prioriteti ishte paraqitja, pamja, jashtëja dhe e brendshmja filloi të kërciste, atëherë kjo krijon deformacion, se nuk kemi unitet të formës dhe përmbajtjes. Përmbajtja dhe forma bëjnë kryeveprën. Kemi kërcitje, njëra është më e mirë se tjetra, por nuk qëndrojnë bukur me njëra tjetrën dhe në një mënyrë apo në një tjetër humbasin misionin e tyre për të cilët janë ndërtuar. Prandaj mund të them që nga dëshira për të provuar fundoren, pra për ta provuar me vrap, u krijua modeli atij njeriu që duhet ishte që trend nuk ishte dia, po trend ishte pasuria. Dhe kjo dije me këtë pasuri garuan shumë fort me njëra tjetrën, po ti e di shumë mirë dashura ime që Noli ka qenë ai që thoshte i pasur të pall të vari, do të thotë nuk është pasuria ajo që të jep vlerën e jashtëzakonshme, as statusi në shoqëri. Prandaj duhet që të jepet dhe pak kohë këtyre vendeve të brishta, siç është Shqipëria, dhe shqiptarëve për t'u dhënë vendin e tyre në kohën dhe në momentin e tyre. Kam përshtypje që do vi një moment, unë po e ndjej që del ngadalë është po rritet kjo ndjesia kombëtare, jo për të kthyer në një qasje ekstremiste, po për të kthyer në një qasje realiste. Çdo gjë që ka brenda realitet dhe që nuk ka ekstrem është e bukur dhe është e pranueshme dhe është e dobishme. E kemi nisur këtë bisedë me shoqërinë, po padyshim që baza e shoqërisë është familja. Në kohët moderne të cilat ne po jetojmë, në kohët kur është të shtuar numri i divorceve, agresiviteti tek fëmijët dhe adoleshentët është gjithnjë në rritje. Këto linçe dhe e marrëdhëniet familjare na janë dobësuar, po nga ana tjetër është rritur edhe
egoizmi, është rritur edhe ambicia personale, është rritur, le të themi, edhe një lloj individualiteti që ne jemi duke e zhvilluar shumë. A mund të themi që familja sot ndodhet në një krizë të thellë? Atyra ti e di që unë jam një nga njerëzit që luftoj fort për të mbrojtur familjen dhe në të gjitha mediat apo artikulimet e problematikave të forta sociale, kam qenë pothuajse në çdo panel dhe në çdo ngjarje. Dhe ajo që mua më dhëmb është që shpeshherë më duket sikur neve kemi memorje të shkurtër dhe kjo nuk lidhet vetëm me mënyrën se si po ndërtojmë familjen, por mënyrën se si e respektojmë familjen. Sigurisht edhe ne jemi infektuar nga problemet e egoizmit personal dhe shpeshherë familjen nuk e quajmë si nuklin më të rëndësishëm të raporteve tona, po e quajmë si një familje që na vendos në roje dhe mbi vendosim rolet në familje. Që do të thotë që nëse dikur gruaja ishte zonja e shtëpisë, ashtu siç është edhe sot, por ishte vetëm brenda mureve dhe nuk dilte jashtë mureve, pasi bënte ato detyrat apo punët e papaguara, po që në fakt brenda familjes ishte zonja e vërtet, se kishte peshën kryesore të fjalës, se menaxhonte ushqimin, menaxhonte pastërtinë, menaxhonte çdo gjë që lidhet me shtëpinë dhe me shëndetin shpirtëror, mental dhe shëndetësor dhe ushqimor, që do të thotë ishte domosdoshmëri, pasi të gjithë kur hynin në derë, puna e parë që bënin pyetjen e parë fëmijët apo njerëzit që vinin është ku është mami? Dhe mami ishte pritësja, dhe mami është pritësja. Sot ndryshuan rolet, mami dhe babi janë të dy në punë, dhe në një mënyrë apo në një tjetër. Si mami dhe babi duhet ndihmojnë njëri tjetrin në këto punët e paguara. Por që të vendosësh rolin dhe të mbështesësh rolin, prindërimi sot është bërë shumë i vështirë. Pasi të rinjt që unë i dua dhe i respektoj shumë dhe mendoj që janë një brez shumë interesant, nuk është që është ai brezi që shpeshherë themi, si kemi qenë kohën tonë, si janë këta të rinjt. Jo, unë nuk e dua këtë lloj mënyre trajtese si kanë qenë. Të rinjt janë po këta që i kemi mësuar dhe edukuar ne, pra. Të rinjt janë pasqyra jonë. I gjithë tranzicioni krijoi probleme edhe ke familja. Familja nuk mund të kalonte pa goditjet, diku në brez, diku në sup, diku në hije, të këtij tranzicioni që nuk fali askënd. Ata që kishin një edukim të mirë familjar dhe një kulturë familjare, se duhet ta ndajmë kulturën nga edukimi dhe mënyrën, pra ata që në shtëpinë e tyre kishin bibliotekë dhe trashëgojnë bibliotekën e gjyshërve apo stërgjyshërve, ata e duan familjen. Ata e respektojnë familjen dhe fjalën e të madhit e kanë mbi të gjitha vlerësim dhe reflektim. Ata që nuk e quajnë vlerësim, nuk e quajnë nënçmim, se në këto vlerat e reja shoqërore shpeshherë quhet nuk e quajnë nënçmim, po e quajnë domosdoshmëri dhe këtë e quajnë kapitalin më të madh në bankën e krediteve të tyre, që do të thotë, nuk është kapital vetëm paraja është mjet për të realizuar qëllimin. Kurse kapitali i madh është kultura dhe dija, ai është i joti, nuk ta vjedh kush. Mund ta dhurosh, mund ta shesësh në thonjza, mund ta negociosh, po për ta marrë nuk ta merr njeri. Pra është i yti dhe është prona jote personale. Nëse familja ta lë këtë pronë, pra nëse gjyshërit investojnë për nipërit, nëse prindërit investojnë për fëmijët, jo në para, jo se të çova ke shkolla më e mirë, po se të dhash nga 0 deri në 6 vjeç kulturën më të mirë, u përkushtova dhe u rita me ty, të mësova mënyrën se si sillesh dhe si duhet të sillesh, të mësova ato që quhen fjalët magjike dhe rregullat e arta, të mësova se si jepet dashuria dhe të bëra empatik si fëmijë, atëherë ti ke fituar betejën më të madhe të njerëzimit, se në fund të ditës, edhe në ditën më të keqe, edhe në situatën më të vështirë që mund të jenë eksperienca nga më të ndryshme që mund të përjetojnë fëmijët, duke filluar që nga suksesi deri ke dështimi, që në fakt është eksperienca më e mirë dhe duhet ta provojnë, ata që janë armatosur me armën e kulturës dhe të dijes e përballojnë shumë mirë dhe janë të gatshëm të menaxhojnë të gjitha situatat. Në një nga leksionet e mia që i jap studentëve të mësuesisë apo të psikologjisë, që psikologjia e edukimit dhe
në ciklin e mirëritjes së fëmijëve, do shumë kujdes mënyra se si sillemi me ta, se si kumtojmë me ta, se si komunikojmë me ta. Ne shpeshherë kemi të vështirë të komunikojmë. Nga njëherë duket sikur komunikojmë, por në fakt nuk komunikojmë, po urdhërojmë. Nga njëherë duket sikur vendosim rregullat, po në fakt jemi ne që i thyejmë rregullat. Dhe ne duke krijuar modele jo të mira, ne ç'modelojmë nëpërmjet moralizimeve që bëjmë. Pra ne shpeshherë fëmijëve i moralizojmë dhe i themi ti duhet bësh këtë, dhe i bëjmë dhe llogarinë se sa na ka kushtuar jeta ti. Por nuk u japim shembullin. Bravo, po nuk japim shembullin dhe duke mos thënë shembullin, atëherë fëmia është në dilemën, ku do zgjedhë? Atë që ti modelon, apo atë që ti kumton, apo atë që ti bën? Realisht duket sikur në një pjesë të mirë prindrit shërojnë mangësitë apo komplekset e tyre apo gjërat që i kanë lënduar apo ju kanë munguar në të shkuarën, duket sikur i shërojnë tek fëmia. Dhe investimi tek fëmia është më shumë formal. Po të shohësh janë fëmijë shumë të kuruar, të veshur bukur, kanë telefona të fundit, por me gjithë këtë formë dhe jo përmbajtje, në sens ana u ka dobësuar familja si institucion mbështetje, edukimi, dhënie vlerash. Do të thoja është të vështirësuar shkalla e prindërimit dhe familja qëndron shumë fort në themele të cilat tani janë brishtësuar. Dikur familja është ajo historia e 3 derkucave, të cilët njëri e ndërtoi familjen, shtëpinë me kasht, tjetri e bëri me duru dhe tjetri e bëri me tulla. Është shumë e rëndësishme se cila është lënda e parë se si e ndërton. Nëse do ta ndërtosh familjen si derkuci i parë, se prallat prandaj janë ndërtuar për të kuptuar dhe për të nxjerrë në fund të ditës eksperiencën dhe për të ndërgjercuar për atë çfarë ti bën. Neve kur vendosim të ngjejmë shpirtin ose gjysmën tonë më të mirë, e gjejmë nëpërmjet emocionit, dashurisë dhe mendojmë që me gjetjen e atij njeriu kemi krijuar veten tonë të plotë dhe ashtu është në fakt. Puna është që bashkë me të ne rritemi, sepse rritemi dhe ne, dhe duke u rritur zbulojmë njëri tjetrin. Por gjatë kohës së zbulimit të njëri tjetrit ne na vjen dhe fëmia. Me ardhin e fëmijës, atëherë fillojnë dhe brishtëzohen raportet ndërpersonale, se hyn një që është më i vogël dhe që ka nevojë për kujdese që në momentin që konceptohet në barkun e nënës dhe që babai është aktori kryesor në realizimin e kësaj krijimtarie që është kryevepra e njerëzimit dhe për të cilën njeriu punon. Pra për të sjellë rasën njerëzore dhe për t'i dhënë asaj të gjithë mundësitë më të mira. Deri këtu jemi okay sepse të gjithë gëzohen. Puna është kush merr përgjegjësitë dhe si ndërtohen këto raporte. Kur fillon rritja e fëmijës dhe ardhja e fëmijës në jetë, këtu dhe realitetet ndryshojnë dhe karakteret e njerëzve dalin në të gjithë qasjen e tyre. Pra, dyqenie njerëzore që janë rritur nga 2 familje të ndryshme, papritur bëhen një familje. Prindërit e të 2 familjeve që janë prindër biologjik dhe social duhet fillojnë dal ngadalë të tërhiqen pak, që t'i lënë ata të dy ta ndërtojnë të plot familjen pa ndikimin e tyre. Në momentin kur kemi ndikimet e familjeve, pra bi dhe mëm, pra familjeve të para, jo familjes së çiftit, atëre raporti i tyre gjithmonë bëhet i vështirë, sepse nëse ti nuk e lë që ata të përballen vetë, të kërcasin dhe vetë ndonjëherë, të kenë dhe ato që quhen eksperienca të debatit, të diskutimit, të vështirësive, të suksesit, të dashurisë, po të inatit në momente të caktuara, ti duke i dhënë këto patericat e ndihmës, në fakt nuk i ke lejuar që ata të ngjisen dhe të bëhen një. Dhe duke mos e lejuar në mënyrën pasaj të edukimit të fëmijës dalin gjithë problemet që kanë ata të dy dhe që kanë familjet respektive. Më pas, pastaj shoqëria është jo shumë e gatshme për ta pritur të plot këtë çiftin, se po të shikojmë nga librat, nga filmat, nga situatat, shpeshherë krijohen raporte të cilat më pas prishet raporti kryesor dhe këtu prishet ajo që quhet dashuria, fillojnë tradhtit dhe i bëhet jeta
personale shumë e vështirë për tu jetuar. Duke u bërë e tillë, atëherë detyrimisht kalohen krizat të forta dhe në krizat e forta krijohen edhe situata të vështira emocionale që mund të shpërthehen dhe me situata dhune. Dhe më kujtohet një libër i Nietzsches, i cili thoshte, libri titullohet Kur qante Nietzsche, kur shpreh dhe tregon raportin midis një çifti i cili kishte kërcitur, pra ishte në prag të ndarjes së divorcit. Unë mendova, tha, kur e këshillova, i thash, tha, në emër të dashurisë ju duhet të ndaheni. Në momentin e parë kur ti e lexon, thua, po si mund të ndahesh në emër të dashurisë? I thash, ta, sepse shikon këtë oborin aty, obori ishte mbushur i gjithë me trëndafila me ngjyra të ndryshme. Po këto trëndafilat janë shumë të bukur dhe kanë erë, po kanë dhe gjëmba që të çkojnë. Ju nuk i latë erën t'ja jepni njëri tjetrit, sepse rritet gjëmbat më shumë se sa erën. Po në fillim ishte dashuria që ju ofroi me njëri tjetrin. Atëherë po në emër të kësaj dashurie që të mos ta vrisni dashurinë e parë, pra atë që ju keni ndërtuar që më pas mund të ketë lindur dhe fëmijë, ju duhet të ndaheni si miq, të ta quani njëri tjetrin mikun më të mirë që në ditën e vështirë të qëndroni pranë. Pra është një filozofi që lidhet me atë që quhet sa njeriu mund të menaxhojë egon e tij. Njeriu është shumë egoist dhe ndonjëherë kthehet edhe narcisist. Nëse ne nuk ka përcejmë egon ton, e kemi shumë të vështirë të bashkëtojmë me tjetrin. Nëse ne e ka përcejmë egon ton dhe kemi empati dhe në emër të dashurisë, ti mund ta pranosh edhe ndarjen, por mund të luftosh shumë për bashkimin dhe ta kesh familjen shumë të konsoliduar. Mbetemi sërish tek familje, po do doja të ndaleshim pak tek fëmijët, si padyshim pjesa më e rëndësishme. Në këto kohëra në të cilat po jetojmë, me hovin e madh që ka marrë zhvillimi i teknologjisë, atë ndikim thelbësor që do duhej të kishte familja tek fëmia, a mos na e ka zëvendësuar teknologjia, rrjetet sociale, pra a mos është implikuar më shumë se ç'duhet teknologjia në edukimin e fëmijëve dhe po merr hapësirë kur vjen puna ose po fiton terren në raport me familjen? Patjetër ta garantoj që truri i njeriut nuk ka teknologji që e zëvendëson, nuk ka. Ne jetojmë një jetë të caktuar në botën e qenieve të gjalla dhe pastaj shkojmë në botën e përtejme, që është më e madhe se jona dhe që quhet bota e shpirtit. Dhe jo unë, se kam thënë unë, po shkencëtarët të ndryshëm që studiojnë neuroshkencën dhe që bëjnë analiza të ndryshme, shikojnë që kur njeriu ndron jetë, pra shkon ke bota tjetër, ka jetuar me çerekun e çerekut të trurit të tij, pra nuk i ka hapur të gjitha çakrat. Ato që ne themi rrudhat e trurit, që themi ndonjëherë janë mbyllur, që do të thotë edhe këto qasjet e sjelljeve të ndryshme të njerëz me aftësi të ndryshme, siç janë fëmijët autik apo fëmijët me sindrom të ndryshëm, janë pikërisht se truri i tyre ka hapur ca çakra që s'ne kanë hapur ne, dhe ata botën e shohin në një këndvështrim ndryshe nga ne. Dhe duke parë në një këndvështrim ndryshe nga ne, ata janë të ndryshëm si ne, po janë si ne. Pra janë qenie njerëzore, por hapi aktiviteteve të tyre është pak e ndryshme. Ta është argument për të thënë që çdo inteligjencë artificiale është krijuar nga njeriu, në shërbim të njeriut. Mund ta superojë njeriun, por nuk e zëvendëson njeriun. Dhe nuk zëvendëson emocionin, nuk zëvendëson empatin, nuk zëvendëson misionin. Për momentin është si puna paras, është mjet, po nuk do jetë kryefjalë e gjës. Në këtë moment ka tendencën për të marrë kokë më shumë te njeriu, se njeriu ka frikra të jashtëzakonshme brenda vetes. Më kujtohet kur kam bërë një libër me profesor Xhevdet Zekën, një libër që titullohet Psikosocialisht, të kesh mirë është frikë apo keq. Dhe pikërisht këtu kemi shtruar disa dilema. Pse njeriu ka frikë dhe a ka frikë njeriu nga frikrat e tij? Të gjithë ne qeniet vdekatare kemi frikë. Kemi frikë sepse frika është një masë parandaluese për të mos bërë gabime në momente të caktuara kur nuk e frikë,
ti nuk llogarit dhe koston e gjës, sepse në fund të ditës njeriu ka dhe formën dhe përmbajtjen. Nëse njeriu do të kishte mundësinë që këtu në ballë ti shkruaj çdo gjë çfarë mendonte, jo atë çfarë thoshte, e kupton se çfarë do ndodhte me qenie njerëzore? Do ishte shumë boring, e bezdisshme, nuk do kishte as gënjeshtra të bardha. Dhe ajo pyetja kush ka lindur e vërtet apo mashtrimi, do ishte një pyetje që nuk do të ekzistonte. Për arsye se njerëzit nuk do arrinin dot të negocionin, po do ishin bardh dhe zi. Do ishin me kufi dhe do quheshin njerëz robotik. Në fakt, qenia njerëzore, ata që e besojnë nga Zoti apo ata që e besojnë nga shkenca, ka arritur të krijojë një kryevepër që quhet kryevepra e botës dhe është njeriu. Është aq i veçantë sa që me gjithë gjeoshkencën apo nanoshkencën që kam marrë përsipër ta gjej, ne nuk mund ta realizojmë dot atë përsosmëri që jemi. Me gjithë problematikat e mëdha që kemi, jemi më të përsosurit se sa çdo inteligjencë artificiale. Sigurisht, inteligjenca artificiale është për dembelët, dhe për mua inteligjenca artificiale është për të krijuar sklever modern, në mënyrë që ti të mos kesh mendimin tënd. Sigurisht njeriu bën shumë gjëra për të krijuar komoditetet të tij dhe për të patur kohë më të lirë, po unë jam shumë e sigurt që pas sa kohësh, kur njerëzit të ngopen edhe me këtë solucion, do duam të ndodhin një rinascimento, një rilindje të vlerave humane, se ta kuptojnë që gjëja më e bukur është kur ti e prek atë tjetrin, touch me thot, kur ti e emocionon atë tjetrin, kur ti e bën të jetë të ndëroj edhe duke të parë ty, qoftë edhe nëpërmjet një poezie. Se çfarë është poezia në fund të ditës, apo krijimi? Inteligjencë emocionale e shkruar në vetë të parë, që nuk intereson shumë çfarë mendon Nora apo lexuesi, Fationës, po intereson emocioni i saj që ta ndaj me dikë, dhe kur ti lexon Fationën, ti në fakt nuk lexon Fationën, po ti lexon inteligjencën emocionale tënde, që të bën të shkosh në një qasje tjetër dhe të çon atë që quhet qielli i shtatë. Me që e përmende trurin e njeriut dhe hym në këtë dimensionin psikologjik edhe shpirtëror dhe emocional. Referuar edhe një interviste që ke dhënë pak ditë më përpara, lidhur me ngjarjen që ka tronditur opinionin publik në Shqipëri, atë të përdhunimit të një 12 vjeçareje nga një i moshuar mbi 70 vjeç. Zysh Nora, a mendon që nuk i kemi dhënë sa duhet vëmendje, nuk i kemi kushtuar hapësirën qoftë mediatike, diskutimit të çështjeve dhe temave që kanë të bëjnë me shëndetin mendor në shoqërinë tonë? E vërteta është që një nga problemet më të mëdha që sot edhe OBSH-ja e ka nxjerrë si alarm i kuq lidhet me shkallën e problemeve mentale ose të emocioneve tona, apo të kësaj inteligjencës emocionale, që jepet pasaj me sjellje të cilat fillojnë që nga element pedofilik, që ishte rasti i ngjarjes që ju referuat, një nga rastet jashtëzakonisht shumë të rënda, të cilat nuk e di, ndonjëherë më duket sikur nuk janë për toksorët, po janë për qenie të tjera, për të vazhduar pastaj këtë gjitha rastet e tjera që kemi dëgjuar, kemi ndarë me njëri tjetrin, dhe të gjithë frikrat që kemi në kuadër të mbrojtjes dhe të raporteve ndërpersonale. Ne shpeshherë kemi kujdes që të hanë fëmijët mirë, që të hanë të rriturit mirë, që të jetojmë në luks, që të rregullojmë fytyrën, që të bëjmë operacione plastike, që është kthyer 1 në 3 gra, vën vetulla, vë qerpik, vë mollza, ku diun se çfarë, dhe nuk kupton që cikli njerëzor është një cikël i bukur, është tjetër gjë mirëmbajtja dhe është tjetër gjë transformimi. Ti nuk mund të transformohesh. Jo, shkojmë ke një formë që s'është e jona, sepse mbas të 5 vjetave thuhet
që fytyrën tënde nuk ta ka bërë më nëna dhe babai, po e bën vetë. Që do të thotë sa je i vogël, ke fytyrën me cilën ti ke lindur dhe nga ADN-ja ku ti ke trashëguar. Më pas, të gjithë elementët që ndikojnë në subkonsciencën tënde, në ndërgjegjen tënde, shfaqen në formën e rrudhave, të vijave, të ngjyrave, dhe po ta shikosh portretin ndryshon, por nëse ti se ke vrarë fëmijën brenda vetes, ti nuk transformohesh, ti përpunohesh, por elementi bazik të qëndron brenda, sepse ti e do atë që quhet identiteti yt, pra Nora që ti ke brenda, apo Fatjona që ti ke brenda. Përpunon vetveten, po nuk krijon një vetvete tjetër. Nuk krijon një vetvete tjetër. Ndërkohë që njerëzit, si duket, ata që bëjnë ndërhyrje të forta në portret apo në fytyrë, nuk e kanë dashur veten e tyre, dhe duke mos e dashur veten e tyre duan të bëjnë një vete që ato duan, mirë po ajo vetja nuk ju përgjigjet, sepse trupi është shumë kokfort. Trupi është si puna e radiografisë që bën kur ke goditje në zemër, që shënon çdo gjë dhe ka një memorie fantastike, duke filluar nga lëkura. Lëkura memorizon, se është frymor, merr frymon, dhe në memorizimin e saj sa do ta tendosësh ti, ajo rikthehet prapë në gjendjen fillestare. Dhe un kam keqardhje për të gjithë ata që duan të kalojnë ylberi, po them në mënyrë figurative, dhe duan të ndryshohen dhe të kthehen nga 60 vjeç në 20 vjeç. Nuk mund të garosh me moshën. Duhet të garosh me vlerën moshore, jo me pamjen moshore. Përtej kësaj, duke parë këtë gjë, i gjithë ky problem nuk është problem fizik, po është problem mental. Pra njerëzit nuk kanë probleme të forta me mënyrën si e shohin veten e tyre në pasqyrë. Dhe më kujtohet një poezi shumë e bukur e Ali Podrimes që thotë që nëse u ta shifja ndërgjegjen time në pasqyrë, kisha për ta fusur apo për ta pështyrë. Pra, është raporti i vetes me ty. Edhe raporti i mënyrës se si ti mendon dhe se sa ti je i aftë për të menduar, përtej narcisizmit, përtej egoizmit dhe përtej atyre që quhet sfidave të jetës. Jeta është shumë sfidante dhe kemi ardhur në këtë jetë për të sfiduar dhe për të na sfiduar. Sot shoqëria po vuan me një kaos të jashtëzakonshëm të ndarjeve dhe stresave sociale. Sot nuk dim kush është intelektuali, kush është i pasuri, kush është i varfëri, kush është ai që punon dhe kush është ai që duhet të punojë. Sot kemi kategori të njerëzve që kanë të trashëguara pasuritë, por nuk e dinë vlerën e pasurisë, dhe sot kemi njerëz që janë të mbrekulluar dhe që është fat që ti që të qëndrosh me ta, por nuk i vlerësojmë se themi ata nuk janë të pasur. Ata dinë, po s'janë të pasur, përderisa nuk kanë ditur që të bëjnë pasuri, atëherë përse ti marrë model? Është shumë e rëndësishme të dish vlerën tënde dhe është shumë e rëndësishme të jetosh në shoqëri të shëndetshme që asnjëherë nuk të vën në pikpyetje identitetin tënd. Një ndër të mirat që na e ka mundsuar interneti është edhe fakti që ne me gjërat që themi mund të deportojmë edhe në audienca shumë më të gjëra se sa që kanë qenë audienca e mediave klasike. Zysh Nora, unë do doja që me atë mençurinë dhe bukurinë e fjalës që të karakterizon, do doja një tablo me ato elementet që na bashkojnë, me ato elementet që ndoshta na bëjnë më të ndryshëm nga njëri tjetri, për të folur për shoqërinë shqiptare, por jo vetëm shoqërinë shqiptare në Shqipëri, por shoqërinë që kemi arritur ne si shqiptar të ndërtojmë në këto 35 vite post-komunizëm, sepse në fund të ditës edhe shqiptarët e Maqedonisë apo shqiptarët e Kosovës apo trevave të tjera, edhe ata e kanë kaluar procesin e të jetuarit në një sistem komunist, siç ka qenë në ish Jugosllavi. Si vjen sot ky tabloid i përmbledhur në gjykimin tënd? Më ka rënë jeta në 61 vitet e jetës time që të njoh shumë shqiptarë që jetojnë si brenda Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë.
Më pëlqen të t'i quaj të gjithë shqiptarët dhe nuk dua t'i quaj të gjithë shqiptarët që jetojnë në Maqedoninë e Veriut, në Kosovë, në Malin e Zi, në Bujanovë, në Preshev, në Zvicër, në Angli, në Australi, në çdo vend të botës, pra në të gjithë globin shqiptar, por që jetojnë në po themi kontinente të ndryshme, në shtete të ndryshme. Dhe kur shikoj se sa shumë jam, kam një gëzim të jashtëzakonshëm dhe themi, nuk jemi aq të vegjël dhe nuk jemi ashtu siç ka thënë Bismarcku që dëshiroi që në konferencën Shqipëria shprehje gjeografike. Që Shqipëria ishte një shprehje gjeografike, po jemi realisht ashtu siç na kanë paraqitur dhe na kanë vlerësuar figura të ndryshme si vlera reale të identiteteve tona kombëtare, ku në historitë njerëzore pa dashur të quajmë që ne jemi kërthiza botës, por në historitë njerëzore dhe në vlerat tona që nga antikiteti deri në ditët tona nuk kemi qenë të shpërfillur, po kemi qenë realisht shtete të konsoliduara, me perandori të konsoliduara, edhe me emra të konsoliduara dhe duke ndërtuar histori dhe të shteteve të forta. Pra, shkallën e IQ-s e kemi të lartë. Shkallën e besimit e kemi hera herës të brisht. Shkallën e ndërgjegjësimit e kemi ndonjëherë e kalojmë masën, ndonjëherë të kuremi fort. Shkallën e dëshirës për të bukurën e kemi të jashtëzakonshme, se po ti referohem folklori ton nuk ka si folklori jon, nuk ka. Kemi një folk që na ka mbajtur gjallë dhe ka treguar se çfarë popull burimor dhe jashtëzakonshëm jemi. Unë e dua shumë popullin tim, i dua shumë shqiptarët. I vetmi problem është që ne mes vetit nuk e di pse hera herës nuk e gjejmë atë mirëkuptimin apo dashurinë. Dhe ndonjëherë më duket sikur nuk e ruajmë njëri tjetrin. Të doja shumë që ta ruanim njëri tjetrin dhe tregonim një lloj adetarizmi dhe më të madh, pasi në fund të ditës për te gjuhës dhe zakoneve dhe vlerave që kemi, jemi e mira e vendit edhe me problematikat tona. Unë mendoj që brenda çdo populli ka dhe elementin e mirë dhe elementin problematik, dhe kjo vjen dhe si rezultat i mënyrës se si na kanë trajtuar. Gjithmonë na kanë trajtuar me qasjen që ne të kishim atë sindromin e të voglit. Po në fakt ky vogli në histori ka luajtur role të jashtëzakonshme dhe ka treguar që si puna e gurëve të kandarit që kanë rëndësi peshat e mëdha, po për të bërë baraz peshën duhet patjetër gur i vogël që të vendosë ekuilibrin. Kështu që do doja të shikoja si element ndryshimeve që kemi mësuar, si element të pozitiviteteve dhe të emrave të fuqishëm që kemi bërë dhe ja kemi dhënë botës, ja kemi falur botës, dhe në krenarinë që na jepet, kemi qenë qendrëstar, po ndërkohë kemi shumë për të mësuar nga bota e kulturuar dhe për t'i dhënë botës së kulturuar vlerat reale të kombit ton në kuadër të traditës edhe të besës që dikush e përçmon, po që unë s'dua ta përçmoj, sepse është vlerë unikale që e kemi, edhe të dashjes së mikut, se shtëpinë e kemi quajtur gjithmonë shtëpia e shqiptarit, e Zotit dhe e mikut, që është simbolik, është një triangull i fuqishëm, një triat e vlerës së ashtës së pastës kombëtare të gjithë shqiptarëve në të gjithë trevat shqiptarëse. Ata që do ta ndjekin këtë intervistë edhe që i takojnë sidomos fushës së gazetarisë, e di që një prej kritikave klasike që do bëjnë është se e ke lënë bashkëbiseduesen të flasi gjatë. Jam e vetëdijshme sepse kjo mund të jetë një kritik klasike në këtë punën tonë, por mençuria dhe pesha dhe vlera e çdo fjale dhe çdo mendimi që ti ke dhënë gjatë kësaj interviste është shumë fish më e rëndësishme, më e bukur, më me vlerë se çdo ndërhyrje që mund të bëja unë gjatë fjalës tënde, dhe në fund mua më mbetet vetëm se të shpreh të gjithë mirënjohjen time për memorien e mirë që u ke lënë shumë brezave dhe për faktin që këto mendime zgjodhe që sonte ti ndash me audiencën e emisionit Agora. Unë të falenderoj Emira Fation
se ke dhe një emër shumë të bukur, është fati ynë, dhe të uroj që në këtë rrugtim të 2026-ës, të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen të kenë mirësinë e Perëndis, ngrohtësinë e diellit, dashurinë e njerëzve, begatinë e shpirtit, dhe pse jo të jemi popull që në vlerën tonë unike të bashkëjetojmë me popujt e tjerë, jo si sfidant, po si partner në një jetë që na është dhuruar dhe që ne duhet t'i adhurojmë brezave. Të falenderoj për misionin tënd, të falenderoj për punën që bën në Maqedoninë e Veriut dhe në të gjithë vlerën e transmetimeve të tua, në këtë iniciativë që ke marrë për këtë podcast, dhe uroj shumë që çdo zë gruaje, çdo zë vajze, çdo zë burri, çdo zë djali të jetë zëri i njerëzve të vërtet që din të sfidojnë, din të duan, din të edukojnë, po njëkohësisht din dhe të falenderojnë. Jam shumë falenderuese për gjithë këtë rrugtim bashkëbisedor, duke thyer kufijt, po duke qenë pranë njëra tjetrës, të tregojmë që forca e njeriut qëndron ke njeriu, ke fjala, ke dashuria, ke empatia dhe ke sfidat e përbashkëta. Shumë mirë loje. Faleminderit edhe një herë. Në ndërkohë ne kemi ardhur në fund të kësaj interviste, shumë të veçantë për mua, duhet ta pranoj këtë gjë. Unë ju falenderoj për vëmendjen që na keni kushtuar për këtë minutazh në Almak Press. Takimi jon i radhës me Agorën do të jetë shtunën e ardhshme në orën 20:30. Natë mirë.